Për të gjitha gratë e forta, ne duam t'ju kujtojmë forcën, dashurinë dhe dritën që sillni çdo ditë. Ju jeni shembull i guximit dhe i shpresës për familjet tuaja, për komunitetin, për ne të gjithë. Asnjë betejë nuk është e lehtë, por ju e përballoni me një qendres që frymëzon botën. Sot dhe çdo ditë ne jemi me ju, krenar për gratë e forta që jeni. Në çdo fjalë goroz, shihet një histori që frymon shpresë, sepse dhe pas tuhisë, zemra mëson të lulsojë sërish. Le të jemi pranë tyre, t'i mbështesim dhe të kujtojmë se askush nuk është vetëm në këtë betejë. Ne së bashku jemi të fortë. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, 1 në 8 gra vuajnë nga kanceri i qerit. Ndaj këtij muaji ka si synim të na tregojë rëndësinë e ndërgjegjësimit Dhe kontrollave të hershme. Një kontroll i vogël sot dhe shpëtoi jetën nesër. Tetori vishet me roz për të kujtuar se forca e një gruaje matet jo me dhimbjen që ndjen, por me dashurinë që vazhdon të jap. Kujdes, forcë dhe shpresë për çdo grua që lufton kundër kancerit të gjirit. Ky muaj na kujton të gjitha gratë që luftojnë dhe rëndësinë e kujdesit për veten. Kanceri përket një dikujt çdo ditë. Ai nuk pyet dhe nuk ndalet, por çdo kush që lufton tregon forcën e vërtetë. Fuqia dhe shpresa nuk dorëzohen.